Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur sot në podcastin Monitor Business Plus, podcasti i cili ka në fokus ekonominë, tregun dhe biznesin. Dhe një nga shtyllat kryesore për zhvillimin e një vendi është arsimi. Për të folur më shumë për këtë temë, sot kemi të ftuar zotin Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimi. Përshëndetje zoti Mehmeti. Përshëndetje kënaqësi. Nëse do ta përshkruajmë sot arsimin me një fjalë, cilësinë e arsimit me një fjalë, cila do të ishte ajo? E thënë shqip katastrofike, e thënë në mënyrë të butë dhe zyrtare me ulta në rajon. Dhe këte tregojnë fakte, dhe tregojnë studimet që i keni botuar vetë. Ne kemi probleme 1 në frekuentimin e arsimit, 2 në braktisjen e tij, 3 në cilësinë që kanë kurrikula, tekstet shkollore, mënyra e mësimdhënies, metoda, teknologjitë që përdorim që janë shumë brava. Kërkojmë të shkojmë në vitin 2050, po jemi në fakt në 1150-ën, për në mënyra që ne edhe diskutuam paraprakisht me juve. Kemi aftësi të ulta digjitale, 47% sipas European Training Foundation, 47% lezidin të lexojnë, sipas vetë Instatit të 7980 veta janë nuk din asnjë skëndim në Tiranë, më fani 9872 veta, pastaj janë Elbasan dhe në Fier, pra në 3 qendrat më të mëdha të vendit që kanë qenë arsimdarëse teje të hu, ne kemi problemet më të mëdha në arsim. Për të mos folur pastaj për atë që ju e ndiqni më së shumti dhe e keni thënë në intervista që jo vetëm ato që kanë bërë, por që kanë parë edhe me juve, kemi nivelin më të ulët të financimit në të gjithë rajoni. E ka kujtoj këtu dëgjuesit tuaj dhe të gjithë publikun, 4.2 e ka Kosova, 4.6 e ka Malizi. A është ky një problem i cili është vetëm në investim apo në mësimdhënie? Cili është problemi kryesor? Cili është thelbi dhe çfarë bën arsimin sot të jetë në këto nivele? Për fat të keq shumë. Unë kam thënë dhe një herë dhe më duhet ta ripërsëris, ose më pëlqen ta ripërsëris. Ne na ka munguar që në prej kohësh ajo që unë e quaj 3 element kryesor. Vizion, mision, vizion dhe pasion. Nuk kemi pasur mision arsimi. Së dyti, nuk kemi një vizion të qartë ku do shkojmë. E filluam me kurrikulën anglosaksone, e kthyem prap kurrikulën, datë 24 dhjetor kemi bërë prap ndryshime kurrikulare, vajtëm atje që ishim. Së treti, po të marrim një kronologji shumë të thjeshtë, të cilën unë e kam vënë në Facebook, sepse shpesh pa dashur të bëj politik, por gjithçka është në vullnet politik. Kryeministri Rama 1 2 thosh na keni lënë gro financiare. Po gropa më e madhe që na ka lënë zoti Rama është arsimi. Sepse e mori Shqipërinë në vendin e 51 në PISA dhe e çoi në vendin e 81. Po. E mori mesatare botërore tashmë. A jemi këtu? Ashtu. E mori me kur unë isha në ministri, kishte 46.850 maturantë. Dhe ka ta ndisi me 19.862 maturantë. E mori me 3.000 veta që shkonin jashtë shtetit dhe shkojnë çdo vit në 10.000 maturantë që aplikojnë për jashtë vendit. Ne duam cilësi për atë që japim. Dhe po kujtoj këtu për shembull, studentët në Kosovë paguajnë një qira që është jo më shumë se 12 euro. Këtu ju e dini shumë mirë që paguajnë qira nga 5.000 deri në 7.000 lekë të reja. Pra, nga 50 dhe në 70 dhe në 70 euro në muaj. Dhe e kanë tarifën 25 euro në Kosovë, tu tek neve ju e dini sa janë tarifa. Na mungon pasioni. Çdo të pra, siç u thash, nuk kishim një vizion. Ku do shkojmë? Vizioni jon na çoi te autoriteti palestinez. Autoriteti palestinez është 18 pikë në mendimin kritik, ne jemi 13. Na çoi me Xhamaikën e ku diun se çfarë. Nuk ka pasion, por këta njerëz nuk e duan arsimin. Shkurt. Dua të saktoj një gjë që mua më ka bërë shumë përshtypje. Edhe që ju sapo e përmendët është që në Shqipëri po bëhet një lloj lobimi për të larguar studentët jashtë. Më ka marrë një intervistë me një rektor, i cili më ka thënë që studentët e këtij universiteti nuk janë për Shqipërinë, por janë për tregun jashtë. Po. Edhe është kaq e frikshme, edhe e kam saktësuar në artikull dhe çdo gjë aty, po më ka bërë shumë përshtypje dhe një nga gjërat kryesore që dua të them është mirë këta studentët këto universitete që po gabojnë këtu. Sepse ne po na largohen disa nga studentët më të mirë. Çfarë duhet bëjnë më shumë universitetet ose jo më shumë, por çfarë duhet të bëjnë universitetet fiks për t'i mbajtur këta studentë këtu? Duhet fillojmë nga kopshti një.
shtopi me kopshin. Pastaj me shkollën fillore. Ne kemi në shkollën fillore, ju nuk e dini, po në klasë të parë, dhe një pjesë e madhe nuk e din. Edhe në Kosovë, kur bra një trajnim, ata ishin të habitur se si nxënës të ikën në orën 10. Ne fillojnë në orën 8 dhe mbaron në orën 10 e çerek. Pra sa ta çosh fëmijën ti me gjithë ato halli që ke, o ti, o bashkëshorti do rinë në kafe që ta presin. Dhe ne 8-10 apo 8-12 po doni ju, 8-1, 8-2 që shkojnë ata që janë të gjimnazit, se të tjerët jo. 8-11 e gjysmë mbaron 12 pa çerek më pan mbaron shkolla fillore. Ne nuk bëjmë as edukim, as arsimim. Unë u them një gjë, përpara se të shkoj tek përgjigjja juaj. U them një gjë studentëve që kam sot, që kam dhe provim me ta të arsimit pashkollor. U them një gjë. Në rast se ju arrini të dalloni tek nxënësit tuaj dy element, ose në rast se arrini të përmbushin në dy element, që është e para të mësoni qytetarin, dhe e dyta të mësoni çfarë aftësi e ka që t'ja thoni prindët, pa ta orientoj prindin atë aftësi që ka, ju jeni mësuesit më të mirë. Ne kur vjen në universitet, nuk dua fare që edhe universiteti ka kusuret e veta, si çdo gjë në këtë vend, që nuk justifikohet, nuk do ta justifikoj. Po më thoni juve, çfarë do t'i bëj një 18 vjeçari? Si do ta korrektoj? Ja, unë jam pedagog, jam direktor, më vëni direktor, më vëni dhe dekan, çfarë do t'i bëj? Ai vjen 18 vjeç. Ai vjen 18 vjeç, ai nuk di të bëjë një eser, ai nuk di pse ka ardhur, i kanë thënë prindi shko me një diplomë, se e shikon atës të vjen tur, djalë kasapi, djalë pastruse dhe ka marrë një diplomë, edhe ti goxha burr më rikot në shtëpi. Ai vjen merr një diplomë sepse i ka thënë babai, xhaxhai e tjerë që është shumë mirë që se do shkojë në Gjermani e kërkon tregu. Ai merr një diplomë sepse i ka thënë dikush që mos e vra mendjen se edhe pos bëre mjafton të futësh kthetra tek partia, si shohim tani njerëzit e ri që janë më të vjetër se të vjetrit në mendsi dhe në fjalor. Pra që këtu ka mbaruar, edukimi ka mbaruar. Po ju kujtoj një gjë për të kuptuar se ç'është edukimi. Në mos gaboj, George Castellan ose Edwin Jacques ka bërë një libër për Shqipërinë, i cili arrinte për Ballkanin, më fal, dhe arrinte deri në vitin 1991. Dhe ai kapi një koleg tuaj, po e them gazetar të Associated Press, të lutemi ta më thuaj çfarë ndodhi tha me shqiptarët që janë në bari tha, se po bëj librin. Tha më vajti kot mundimi që u nisa në Franca, tërnatën pa gjumë tha, edhe 2 neti pa la, sepse nuk kam parë tha njerëz të cilës ja kishin idenë çfarë po bënin. Pse? Kam pyetur tha hungarez, polak, pse erdhët? Than për liri, të drejta dhe demokraci. Shqiptarët thanë që po vin për Toto Kutunjën, Interin, femra të bukura, gjinse. Dhe aty e mbyllte gazetari, e kuptova që sistemi i edukimit dhe arsimimit të Enver Hoxhës kishte dështuar plotësisht dhe kishte keq edukuar dhe deformuar njerëzit. Pra ne kemi deformuar njerëzit me këtë arsim që japin. Dhe ti kur shkon në universitet, çfarë do të bëjë universiteti? Po, jam shumë dakord me ju. Universiteti duhet të krijojë kushte që s'pari, për herë të parë pedagogët të dinë të shkruajnë projekte që pranojnë në BE, sepse BE ka para sa të duash, dhe ne nuk po i trajnojmë pedagogët se na vjen turp që të shkruajnë këto projekte. Së dyti pedagogët duhet të bëjnë studentët pjesë të këtyre projekteve, që ata ta kuptojnë që dhe ne kemi një të ardhme, dhe ne mund të fitojnë nëpërmjet kërkimit shkencor, dhe ne mund të bëhemi kërkues shkencor, dhe ne s'kemi se kërkojmë atë që quhet po themi avenirin ton apo të mirën ton jashtë vendi, po mund ta bëjmë dhe këtu, sepse ne mund të bashkëpunojmë fare mirë, se teknologjia, arti, kultura, shkenca nuk njojnë kufi. Nuk ka rëndësi nëse je serb apo grek, italian apo egyptian, belg apo angles, ti mund të bësh punime nga më të mira. Ju kujtoj këtu që para 5 vjetësh Universiteti i Ljubljanës bëri një nga zbulimet më të rëndësishme të një prej vaksinave të tipit të një prej vaksinave të sëmundjes Zika, që ju e dini në Brazil e këto bëri namin, ishte një lloj virusi. Atje dhe mori miliona dollar në Harvardi. Mirë, po ato miliona shërbejnë për bresa të tjerë, shërbejnë për të rinovuar ti laboratorët e tu, për të trajnuar më mirë pedagogët e tu. Pra ato që duhet të bëjnë universitetet, duhet të fuqizojnë së pari kapacitetet, duhet të hapin dhe të mos jenë kaq strikt në dhënien e
nuk janë për të dhënë sa më shumë në tituj, po në dhënien duhet të aktivizojnë ekspert që vinë nga jashtë për fushat të ndryshme dhe nuk duhet të ketë limite, siç e kemi lejojnë 120 kush e meriton, po pa abuzuar, dhe shteti t'i japi ato që quhen punë publike ose studime vizibiliteti mund t'i marrin universitetet. Për shembull, ne mund të bëjmë studime sociale ku jemi tani me rritjen e numrit të kriminalitetit tek të rinjtë. Mund t'i japim këtë shkencave sociale për kënaqësinë e mësuesit në punë, për stresin apo depresionin që ka mbërthyer moshat, punime inxhinierike, si ne themi ura e Kuksit, tuneli Mullisit e tjera, po a mund t'i marrin fakultetet e inxhinierisë ose SPAK-u, ti të ofrosh projekte, pra cilat projekte kërkon, dhe të ofrohet një paket, do të thoshja unë kam propozuar, kam thënë, mund të ketë këtu 50 milion euro për studime, dhe qeveria i thotë, kemi këtë paket, prej 50 milion eurosh, kemi këto studime, konkuroni, kush e fiton, merreni, me një juri ndërkombëtare. Zoti Mehmeti, ka dhe një gjë që më bën shumë përshtypje, ose mua edhe të tjerëve, është universiteti nuk i përgatit për tregun e punës studentët. Studenti mund të përpiqet, ka kurrikulum, ka çdo gjë, po fiks për tregun e punës me aftësi praktike nuk i përgatit. Sepse në këto raste mungon ajo që quhet lidhja e tregut me universitetin. Tregu jon sado që vërtet që nuk kemi profesionist, nuk kemi këto, nuk kemi ato, nuk i afrohet fare universitetit. Në dhomat e tregtisë bankat duhet të ishin sot bashkëpunëtorët më të ngushta të universiteteve dhe të vënë atje dhe të monitoroni nga afër që në vitin e dytë, siç do çdo vend botës. Që në vitin e dytë bachelor ai shquan se cilët janë punojësit e së ardhmes së tij. Dhe i merr dhe bile në vitin e tretë ata dërgojnë ofertat dhe vrapojnë kush të dërgojë ofertën më të mirë. Kush të dërgojë ofertën më të mirë, që përfshin ne na quajnë gjëra qesharake, po studentët mi që kanë qenë jashtë shtetit, profesor tha pranova tha një ofertë për shembull, tha sepse unë kisha gruan pa punta dhe fëmijë, dhe ata tha më dhan sigurim shëndetësor për të katërta. Dhe vetëm kaq ta mua më bëri të pranoja ata një ofertë pak më të ulët, po që ishte më e leverdishme për familjen time. Pra shikoni ku arrim. Ai ka studuar dhe familjen tënde. Kush je? Pse? Sepse do të marri rendimenti më të mirë prej teje. Ne nuk e kemi këtë. Një gjë më të mëshme që unë kam parë në një panajir pune për të organizuar nga një universitet, nga një fakultet nëse shumë te, ishte që në këtë panajir pune i ofroi punë këtyre studentëve nga një call center, nuk po e përmend me emër se s'po bëjmë reklam. Edhe biznesi ishte një call center, dikush tjetër ishte shërbim klienti i gjëra të tilla, ndërkohë që këta ishin për profesionistë, nuk është se ishin profesionistë pra. Hapa po diskutonim një ditë me Migen Qeraxhi që është i qendrës qytetare, dhe po diskutonin thoshë ore po mirë, këta në portalin e punës, ta tallen. Tallen, sepse ti ha portalin e punës dhe ai thotë, kërkoj punëtor krau në filan vend. Kërkoj, ku diun, buk pjekës, që të bëjmë byrekun, dakor, më dhe ata janë të nevojshëm. Po, orë zotëri, ti më thua mua tani që ne kemi shiko. Dëgjova drejtuesin e një djalë të ri që ishte drejtuesi shoqatës së restoranteve dhe bareve. Ne tha na duhen 20 mitha dhe kishin 12 mitha. Dhe na këta 12 mitha, dhe ishte një djalë shumë, do të thënë shumë pragmatist për atë që kërkonte. Mua më pëlqeu shumë në mënyra se si e thoshe, se tha, kishin 12.000, nga të cilët tha pjesa më e madhe nuk dinin anglisht dhe që nuk janë cilësor. I tha pse? Po sepse ata punojnë me orar të zgjatur, tha. Me orar të zgjatur, si s'ket si shërbimi. Ju rini në këtë intervistë tani, po nuk mund të bëni dot 4 intervista të këtij niveli, se është e pamundur. E pamundur. Duhen burimet. Unë mund të vi i freskët, po ju s'jeni ju këtu. Ju mund të bëni 2 intervista, të vi kolegja juaj që të rifilloj me mua dhe ju të rimeni energji që të punoni për nesër. Pra, është e pamundur që ti mbash në një kohë kaq të gjatë. Sa po i kushton shqiptarëve arsimi? Ky lloj arsimi. Ky lloj arsimi që kemi neve? Po. Më i shtrenjtë në Europë. Më i shtrenjtë në Europë. Ju kujtoj këtu thash Kosovën, po shkoj më tutje. Diskutuam bashkë. Ju kujtohet kjo e studentëve të mjekësisë, ndoshta do të takohemi një herë tjetër se biseda këtu është shumë e këndshme dhe s'mbaron ndonjëherë. Ju kujtohet studentëve të mjekësisë i përtisi. Kemi paguar për ju. Kemi investuar për ju. Shumë mirë. Jam shumë dakord. Po për logopedët paguajmë neve? Paguajmë apo jo? Njësoj, shteti paguar për ata.
Se për mjekët s'paguan ai shumë. Se për mjekët mos ta gënjejnë. Ti një pedagog të mjekësisë je vetëm shtesën e rrogës i pedagog. Sepse ai rrogën e merr QSUT-ja. Pra e merr në spitalin e Ministrisë së Shëndetësisë. Po hym këtu. Atëre, pse ai logopedi shkon atje dhe për 30 minuta të merrti 45.000 lekë dhe s'është në shërbim të fëmijëve me aftësi dhe nevoja ndryshe. Dhe ja kërkon ti mjekut. Po pse në LMU? Pra LMU-ja, që ta dini ju, është Ludwig Maximilian University në Myny. Është universiteti ndërvjeçen më të mirë në botë të mjekësisë. E disa paguan një student? 250 euro në vit. Shqiptar ose i huaj. Dhe si thot njëri ri këtu, po italianët që na japin bursa neve, të thot njëri, nënshkruaj këtu që dorish 3 vjet se të kanë mbajtur unë me ushqim. Tani çfarë paguajmë ne? Një, për t'i rënë shkurt. After school, se dolën në mod. 15.000 dhe në 18.000 lekë, të reja. Që i thonë? Pas shkolle. Shkurt që ta kuptojnë, 1,5 milion dhe në 1,800,000 lekë. E heqim behari se e merve. Paguajmë taksën e përkohshme të përhershme të arsimit, që nuk thot njeri ku shkojnë në mos gaboj unë 12.5 milion euro në të gjithë Tiranën ose 15 milion euro që janë. Paguajmë transportin, na 3.000 lekë dhe në 50.000 lekë për fëmijët. Që ikin, studentët e mi më thonë në astin nuk ka shkollë. Unë, me llogaritë e mia, pa qenë ekonomist, llogarisë që shqiptarët, në rastin më të mirë, paguajnë 1.800.000 të vjetra. Në rastin normal, paguajnë 3.280.000 lekë të vjetra në vit. Dhe me këtë që bëjnë shqiptarët, në vetvete, pas 12 vjetësh, cikël shkollor, po e heq kopshin, 12 vjetësh, ata mund të kishin bërë trajnimin më të mirë të fëmijës së tyre në Oxford ose në Harvard. Zoti Mehmeti, shumë faleminderit për këtë intervistë. Ju falenderoj dhe unë për mundësinë që më dhat dhe mezi pres që të ritakohemi përsëri. Gjithashtu. Ky ishte Monitor Business Plus për këtë javë, nga unë Amelia Toska, mirë dëgjofshi.